Shive, spot dhe stacion është programi që gjen ku është stacioni hapësinor ISS në moment. Dhe të shive, stacioni hapësinor është aty duke ecë. Ja, ajo drita ja, shif drita? Po duket. Ja, siç e thotë programi, celulari thotë është aty, është duke kaluar stacionin hapësinor. Ju rekomandoj ta merrni edhe ju këtë programin dhe ja dhe stacionin hapësinor duke ecë atje. Ky stacion mund të kapet edhe me teleskop, duke parë shpejtësinë se sa ngadalë ecën, ke kohë ta kapësh edhe me teleskop. Është e mundur. Kështu që herën tjetër, domethënë punë ditësh, do e kapim edhe me teleskop. Megjithëse ka prakërej, prap stacioni duket shumë bukur, duke ecë. Ja dhe këtu duket stacioni hapësinor. Ja ku është. Zmadoj, i duket mirë. Ja, u fut masreve tash, po shumë bukur. Me këtë shpejtësi unë mund ta kap me teleskop dhe do mund ta shohim herën tjetër, do ta shohim shumë më afër. Të paktën 80 herë më afër. Këtë programi ku e tregon, ne jemi ke pika kuqe, unë jam ke pika kuqe. Programi deri sapo e ka kaluar, tregon që ka kaluar ishte soja vendi ku jam unë dhe po shkon drejt Evropës, drejt Spanjës tash. Dhe është mes Atlantikut. Imagjino për 2 minuta ka shkuar këtu. Imagjino çfarë shpejtësie ka që një avion do 6 orë të bëjë rrugën nga Kanadaja në Evropë. Stacioni hapësinor ka arritur tash në mes të Atlantikut dhe po vazhdon drejt Evropës. Po kaloi shumë afër dhe programi gjysore përpara më tha që po të vjen sateliti, po vjen SSA në qiell dhe unë dola edhe ishte saktë e morëm në video.